Rritja e çmimit të naftës ka shtrenjtuar menjëherë edhe ushqimet, duke përfshirë edhe produktet bazë. Në një konferencë për mediat, ministri i ekonomisë Delina Ibrahimaj shpjegoi se në këto kushte qeveria po vijon monitorimin ditor në mënyrë që të frenohen abuzimet nga ana e tregtarëve. Sa i takon ushqimeve, unë thash ne po i monitorojmë një shport me 80 ushqime, po i monitorojmë me bazë ditore dhe e vërteta është që kanë filluar të reflektohen në disa prej produkteve të shportës çmime të rritura. Pikërisht për këtë arsye, siç thash, ne do të aktivizojmë një ekip, disa grupe monitorimi nga Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut për të verifikuar këto çmime, realitetin e këtyre çmimeve, pasi sigurisht që ne kemi përzgjedhur në bashkëpunim me Instatin këtë listë produktesh. Ministri ashtoi se në kushtet e një rritje të vazhdueshme, qeveria do të ndërhyjë për t'ju ardhur në ndihmë shtresave më në nevojë. Në rast se do të kemi një ndikim të vazhdueshëm në çmimet e konsumit, atëherë ne do të suportojmë shtresat të cilat nuk mund ta përballojnë rritjen e kostos së çmimeve as për një periudhë të përkohshme, sepse sigurisht që luftrat dhe ndikimet fillojnë dhe mbarojnë, siç kemi parë dhe në të kaluarën, dhe përqendrimi ynë kryesor do të jetë tek pensionistët që realisht nuk kanë kapacitet. Duke u ndalur te çmimi i naftës, Ibrahimaj theksoi se vendosja e çmimit tavan nga bordi i transparencës erdhi për shkak se tregtarët nuk ndoqën uljen në bursë. Bordi i transparencës nuk ka një afat të përfundimit të aktivitetit, që do të thotë që ne do ta mbajmë bordin të ngritur derisa çmimet të stabilizohen në nivelet e parakrizës. Kjo është një garanci që ndryshe nga ç'ndodh në përgjithësi në momente kur rriten çmimet, kur çmimet rriten dhe pastaj qëndrojnë aty dhe nuk ulen më, edhe mbasi efektet që kanë ndikuar në rritjen e çmimeve janë zhdukur. Gjatë konferencës, Ibrahimaj bëri të qartë se bordi do të qëndrojë në fuqi derisa çmimet të rikthehen në nivelin e periudhës para luftës.